Që ka kuptu se kjo jetë pa probleme nuk është a i rinë balë të gjithave. Do të një shembull nga jeta jo muslimanëve në botën e biznesit. Se si njerëzit i bëjnë balë gjendjeve të ndryshme të vështira, pse e kanë kuptuar se jeta pa vështirësi nuk është, edhe pse është milioner apo miliarder. Do të tregojnë disa dietar një rast kur shkon një delegacion ta viziton një miliarder në zyra. Edhe ai në bisedë me mysafir i vjen sekretari i thotë i përshprit në vesh thotë për momentin kemi humbje $100 milion. Edhe ai vazhdon muhabetin me këta. Hiç si prishet Terezia. Thotë hajde kena shkuar tash në drejt në një restoran të famshëm të madh. Aty duke nejtë përsi vjen dikush vesh thotë kemi humbje përsëri. Pas dikosh shkojnë me pi kafe, ai se prish Terezinë vet hiç, vazhdon me mysafir me nejtë, me bu muhabet, me hongër bukë, me pi çaj, ato spin çaj ndoshta kafe. Kryesore ai se prish Terezinë hiç. E ta mysafir tash po nalën thotë njëri, pa zotin ka dal, po du me të vetë çka. Çka u bë puna me ti thotë po e nimna se muhabeti ai po shpëritja po del. Thot ti me neve porin i qetë, stabil. A lajmet po vi, po e shohim se po ki problem ekonomik, po të binë domethënë vlera e aksioneve tuaja, po të binë, po hub miliona. Thot çish po i bën balla ti s'po e prish Terezin hiç. E thot ju tregojmë në historinë time. Thot unë kur kam fillu biznes me bë, kam nis udhë me shit gjona. Udhë. Një kese me veti, edhe çka kisha, tesha, çka të kishte moment për moment e shitja. Pastaj tha e bona një dras. E lisha domethënë me kaisha për supe, e musha me rake edhe i shitja. Po ka në herë fitojsha me hongër drejk apo dark, ka në herë sfitojsha as për drejk as për dark. Tha e kështu e vazhdova tha jetën. Tha një ditë fitojsha, hupsha derisa Allahu ma qeli. Thot kur unë i bona këtë pasuni, kum pas shumë vështirësi se sa kum riket në vetë. Mi po thot këtë humbje që i kum pas në jetë, një fitim e kum pas, e kum fitu, një send e kum fitu. Ajo është që mi rezistue dështimeve dhe humbjeve dhe mos me naltë kontinuitetin e punës. Edhe me ndëgjue historinë e pasanikëve të mëdhej të botës, shumica e tyre kanë filluar si njerëz të thjeshtë. Gjendja e tyre ekonomike ka qenë më e keqe se jona sot që kemi na. Ama i ka kuptuar dy sene e para se kjo punë pa probleme nuk është, edhe dyta se duhet na me vazhdu punën. Me ka përci probleme. E na çka themi, për shembull me ul, me bën muhabet na për një punë më të madhe, çka themi zban. Ja, po i kjo kur. E ti pe start e mbytje vetveten, nuk i dha vullnet vetvetes për me ecë përpara. Edhe pra çka ka ky shembull tregon se kur ka vullnet, edhe kur e din se ti do të ballafaqohesh me probleme, atëherë je i gatshëm i të kalosh edhe me mri e pas të bëhet normal. Se ti e din, kum pas miliona kum me zero, pas e përse jam kthi ku jam kon. Edhe jam mësuar njerëz se kështu është jeta, me ngritje dhe rënje, nuk shon këtë një Terezi. Ama nëse na vazhdimisht punojmë atëherë ecim për